Ne folim për emrin tënd, që është në fakt Besnik, po emri I artit është Bes mbase nga mbrapa. Tash thjesht Bes. Pra. A je aq besnik sa emri yt? Në lidhje me çfarë? Në lidhje me gjithçka. Po përfshim çdo marrëdhënie. Kam përshtypjen se po. Domethënë ndikon një çik ky emër që se kur e ke që I vogël që je mësuar me atë emër që besnik, edhe besoj dhe më është ngulitur pak në gjegje, po. Tani. Edhe s'më ka rënë rasti në fakt, po. Ta shohim. Se si duket kur gënjen ose kur bën ndonjë gjë kështu gjë. Ky është një episod që unë me bindur do qeshim shumë, kështu që më do humbas edhe atë 1 kilogram që I kam premtuar. Po jo. Do humbas edhe atë 1 kilogram që I kam premtuar vetes për këto 3 ditë, kështu që faleminderit shumë. Qesh edhe ti më qesh. Do qesh edhe unë do humbas sa kilogram. Sidomos e gonin do ta bëjmë shumë për qeshur sot. Se ka pas një ditë ngarkuar, I dhëm Messi. Po, vendosit një si sfidë, kush po bën më shumë, ti apo Besi do. Unë e kam provuar, nuk se kam nxjerr gjë në dritë, kështu që. Jo, e ke gabim. Mëzur janë këti mua, tash do të bëj patjetër për të qeshur. Është e vështirë të bësh njerëzit për të qeshur? Po varet. Është edhe sa. Domethënë ideja është që është diçka që të vjen natyrshëm, është e lindur apo ti bën një skenar dhe përgatitesh mirë për këtë gjë? Për të ardhur tek stand-upin përgatitemi. Domethënë zakonisht mbajmë këto pikat shënim që një ide që na vjen e mbajmë shënim edhe e kuptojmë që në fillim që këtu ka diçka mund ta çoj diku këtë kështu si. Po pra, domethënë puna më e madhe është të gjesh idenë që I bën njerëzit për të qeshur apo një ide të çfarëdoshme ta përpunosh mirë, ta sjellësh në formë. Dua ta kuptoj këtë procesin e stand-upit, prandaj të pyes. Po në fakt është kjo e përpunimit të paktën për mua. Se ka raste që gjej në një temë që them kjo ka diçka. Mirë, po në të vërtetë s'ka asgjë. Më të vështirat janë këto që duket që janë vetë për të qeshur temat. Edhe pastaj kur I merr për të përpunuar si përpunon dot fare se s'ka asgjë atje. Çfarë mund të shtosh? Është vetë e tillë domethënë. Po, zakonisht temat më të vështira që ti thua këtu skeç argjen, po kur ja gjen atë kleçkën pastaj të humorit ato dalin më të bukura. Ajo do një mendje kreative dhe jo të gjithë janë të prirur ta. E vërtetë është vetëm unë mund ta bëj këtë. Si ke qenë ti fëmijë? Pra isha I fëmia që mblidhte tryezën me tritur edhe ja plasti një batutë të gjithë qeshnin apo erdhi me kalimin e kohës? I vogël fare madje kam qenë kështu si tip debili, kështu kam qenë I urtë, kështu pastaj këtë nga gjimnazi sikur zbulova humorin edhe atje fillova. Ku sheshin më shumë? Qeshin gocat e klasës e përdori kështu për. Po gocat e klasës qeshin më shumë se si I ngacmoje, si I bëje për qeshur. Po me batuta kotin, domethënë edhe ato qeshin. Batuta si situacionale, domethënë shfaq atyre që qeshin, jo. Dhe kur fillove ti ta mendoje seriozisht këtë punën e stand-up comedy? Po kur fillova punë direkt kështu me pasi shkroja kështu statuse në Facebook. Domethënë se thjesht zbulova në fillim këto kuotet që ishin me pak humor, kështu edhe në fillim thjesht I bëja copy paste I hidhja në Facebook. Po pastaj thash mos filloj të shkruaj vetë këto, bëj sa gjëra. Çfarë bëj ta më shumë se unë. Normalisht ishin shumë të këqija, po prap kishin reagime. Aty kishe vetëm fisin apo kishe edhe një? Jo, fisin, shoqëria. Qeshnin sa tuaj kot pa lidhje, aty në Facebook kishin vetë tuaj, nuk e di pse. Se kisha sa nga Irlanda. Po, ta jepnin për kortezi besoj, domethënë kështu. Po, ma e shikoja që kishte një farë reagimi edhe fillova po e bëja si të përditshme, pastaj. Ora më shumë përmend Irlandën edhe këta të huajt, nuk e di po ndjej nevojën të them faleminderit vendeve që na ndjekin te kinoteka. Se janë shumë, më falo, po dua ta bëj realisht këtë sepse u impresionova. Shqipëria po se jemi këtu në vendin ton, Itali, Gjermani, Shtetet e Bashkuara, Greqia, Mbretëria e Bashkuar, Maqedonia, Zvicra, Franca, Kanadaja, Austria, Belgjika, Suedia, Malizi, Spanja, Filipinet, Norvegjia, Serbia, Holanda, Indonezia, faleminderit shumë. Sidomos Indonezis, faleminderit. Indonezia që faleminderit shumë. Ai sa janë. Dhe me qira fjala Viola sa I takon Spotify-t, me që ti përmendë YouTube-in, në Spotify na ndjekin dhe I falenderojmë shumë Shqipëria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Suedia, Italia, India, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Finland, Zvicër, Greqi dhe Francë. Shumë faleminderit, ju duam shumë. Ju të Indis shtojeni pak dorën se jeni goxha, kështu që edhe mund të bëni më mirë. Po faleminderit shumë që na ndiqni. Mbaje dorën distemi pastaj. Tani, hajde bëhemi serioz. Bëhemi dot serioz. E pamundur, misioni e pamundur. Ose duhet bëhemi serioz në fund ditës. Pse duhet bëhemi serioz? Mirë ke. Për të folur për stand-upin shqiptar,
cila mendon ti që është pika që e bën të veçantë në raport me atë që ne dëgjojmë nga komediantë huaj? Asgjë, nuk është realiteti shqiptar një pikë që në një lloj forme jep një qasje tjetër. Se për shembull ti nuk mund të bësh dot humor për situata indiane, me që ra fjalët e India, se kupton njëri. Jo, e vërtetë është, po domethënë kështu si zhanër po them më shumë. Si zhanër, po ti me zhanër, nuk formatit. Ka ndonjë gjë të veçantë ky që është tipik shqiptar, stand-up shqiptar, domethënë i njëjti stil është. Pavarësisht se flitet për situata të ndryshme që ndodhin në Indi ose në Indonezi. Për shembull, në Indonezi bëjnë stand-up këta fëmijët që qepin këpucë, ku diun. Ktu ne çfarë bëjnë fëmijët, apo s'bëjnë punë fëmijët në Shqipëri? Tani, realiteti i hidhur është që kemi në rrugët e Tiranës po dalësh shef fëmijë që ndalojnë për të larë xhamin e makinës, apo shef fëmijë që dalin shesin ato trëndafilat sa e kanë rrit çmimin. Pra se na pikin këta fëmijët na ajutën në ekonominë. Pra ndodh edhe këtu, po paçka se ne jemi vend shumë më i vogël. Domethënë ndryshon situata deri diku, po pak a shumë e njëjta gjë, nuk shpikim gjë të re, domethënë. Po do ishte shumë e guximshme në fakt që të bëje një stand-up për këto që janë edhe si kështu si plagë sociale, po them. Gjë që po ti trajtoje po them në një mënyrë të mirë. Shikon, ne këtë përpiqemi të bëjmë zakonisht, po na e marrin sikur ne tallemi me këto plagë sociale për shembull. Se unë përpiqem të përdor këtë pjesën e plagëve sociale për të nxjerrë një mesazh në fund. Mirë, po. Zakonisht e marrin kështu që ja ti tallesh me këtë. Për shembull, një nga temat që s'kan kuptuar fare çka ke dashur të thoje. Po një nga temat që edhe kam marrë edhe kështu mërzitje. Mërzitje. Mërzitje nga ropt. Po kisha një për këtë punën e konsentit seksual, se në Shqipëri është skandal, është 14 vjeç. Martesa këto. Konsenti seksual. Edhe kisha ndërtuar një marrëdhënia seksuale, po thua. Po. Më e hershme që fillon ndodh mes. Po, është ligjërisht është 14 vjeç. Po, më duket, po. Edhe kisha ndërtuar një material në lidhje me këtë, po ma morën sikur isha edhe unë sikur isha pro e kësaj ishte. Po çfarë ti bësh tash? Po ç'a mendon ti në momentin që njerëzit nuk kuptojnë, nuk arrin të nxjerrin thelbin e asaj që ti ke dashur të thuash? Po keq më vjen të them të drejtën, po tash nuk mund të fitojmë të gjithë. Zakonisht besoj këto reagimet vijnë nga ata që ndjekin nëpër rrjetet sociale, sepse ata që vinë edhe ndjekin nga ata që vinë e din tashmë se si funksionon edhe që janë ndodh, po. Po në fillim fare kur u përballë me publikun, kishe frikra të tilla, mos më sakatojnë me komente për këtë që po them. I kisha, po zakonisht i kaloj me alkool këto. Po i kaloja se tash jo, nga që e kam marrë çik dorën tani këtyre ndjesive të frikës edhe. Po mirë. Po. E ke te kaluar se tani u bën vite edhe normalisht është diçka e cila do apo s'do, do mësohesh ti me ato se do mësohet ajo me ty. E vërtet. Po do mendosh thellë. Si janë këto punë? Si janë këto punë thuaj. Më thuaj një nga performancat e para në publik, ma trego pak, ma përshkruaj si ishte, kjo ishte fiks nga do pyetjet që nis. Po më shumë mbajmend performancën e keqe se ato të fiksohen. Okej, edhe ne ato duam të dim. Po të mirat i bën wow sa mirë edhe kalojnë, po to të këqija të nguliten kështu në. Edhe ne aty do bijem në atë pikë. Se kjo punë e stand-upit ka edhe këtë që një ditë funksionon, një ditë tjetër i njëjti material del grop. Se varet shumë nga njerëzit që janë atje. Okej, dhe cili është një material nëse mund na tregosh një rast? Po është pak i rëndë si po material. Po tregoj po sa më i rëndë aq më mirë burr çfarë thua? Po kam patur një material për horoskopin. Okej. Horoskopi. Po se thuhet për horoskopin që ndikon shumë në karakterin e njeriu edhe. E ke ndjer ndonjëherë sa keq jemi kur është në një planet retrograd? Jo, fare. Edhe po e them kështu thuaj shkurt që ideja është për mendimin tim në karakter nuk ndikon në horoskopi, po ndikon në kaluara. Për shembull, kur kam qenë i vogël më ka abuzuar gjyshi. Edhe besoj se kjo ndikon më shumë se sa ti je shigjetari. Si të ka abuzuar gjyshi? Tani është pak e trilluar si situatë, po që gjithsesi me këtë lloj shakaji që e kam më të ndërtuar në stand-up sigurisht, zakonisht kanë qeshur njerëzit. Kur e bëra një ditë në një sallë që ishte plot me njerëz,
që ndoshta e bëra edhe në vendin e gabuar se kishin ardhur për tjetër gjë njerëzit aty. Mora një heshtje kështu një 10 minutë që vrastare që më krijua një vrim e zezë në gjoks. Edhe si shpëtova domethënë nga Më shpejt po mbyllet vrima e ozonit se sa ajo vrima jo. Akoma dhe sot e kësa dite e mendoja të... Po që ndodh. Dgjoj, po kështu qeshës me lek, ke aty në këto raste? Ja mos kemi arritur akoma në atë pikë. Po se më çfarë është ky Ardi Xhebre? Jo, po në këto raste po them, kur ka heshtje, dikush që ta ndezi. Jo, se duam ta shijojmë me datë se ajo të ndërton si njeriu, të bën këto eksperiencat e këqija të ndërtojnë kot. Po jo, e kam me gjithmonë. A ka njerëz aty tek stendave të tua që qeshin për inerci? Domethënë, thua çfarë thua ti, ata kanë parasysh që ti do thuash patjetër në gjë për të qeshur, edhe qeshin. I ke të vazhdueshëm aty të përhershëm, ku diun. Jo, problemi është që ka njerëz që kanë pritshmëri për këtë, që thon tash do dal këtu do qeshim ne. Po pra për të po them, po. Po edhe presin të qeshin, por kur dalim ne grop që themi budallë që kot, aty zgënjen 2 fish më shumë, se ata presin që kush di çfarë do themi. Ne tash jemi gjithmonë ta aftë të bëjmë njerëzit për të qeshur, edhe aty na goditet 2 fish më shumë puna nga. Po nga vjen kjo, pra të mos qeni të aftë në një moment ti bësh njerëzit për të qeshur. Po janë punë të Zotit tash. Ama se kanë seriozisht. Po thjesht një shaka që e ndërton është e mirë, një tjetër s'është e mirë. Po si e kupton ti që ajo është shakaja që duhet dalin sken? Po një perceptim e kemi. Po ama ka shumë nga këto që unë mendoj që me këto do vras, do shqyet publiku me këtë, nuk marr asnjë reagim, për shembull, mos e ndonjë ha. Edhe çfarë do të thuash në ato momente kur qesh? E kalojmë, kalon të batuta tjetër. Tek batuta tjetër. Nuk të ndikon tek vazhdimësia e performancës? Në fillim po. Po pastaj kur e kupton që është gjë që ndodh shpesh edhe është pjesë e profesionit në thonjza, është atje, nuk. Po, gjithsesi nga reagimet që kanë parë zakonisht njerëzit qeshin. Mirë, nuk kemi keq. Me të qeshur atje mirë, me numrin e qeshur. Po kjo është gjë e mirë. Ore, nuk ka gjë më të mirë se sa ti bësh njerëzit për të qeshur. Absolutisht, dhe nuk është e thjeshtë. Se për çfarë kemi seriale turke, po për të qeshur nuk është e thjeshtë. Si po qeshim se Shiko, nuk besoj që ke menduar ndonjëherë të bësh aktor komedie, ku diun. Aktor jo. Se aktor të bësh aktor komedie duhet të kesh aftësi aktoriale që edhe aftësi aktoriale. Si kam. Se stand-up është mirë, thjesht tregon eksperienca, mendimet e tua, nuk është nevoja të. Po e patë është më mirë akoma që të kesh dhe aftësi aktori, po që